Mbarvajtja e këtyre 4 ekipeve, mendoj se ekipi që ka bërë kampionatin, për mendimin tim kampionatin më të luftuar dhe demi farë pike më të fort ka qenë skuadra Elbasanit. E them të sepse ishin me të vërtet një ekip me të vërtet, ekipi konsoliduar, ekipi fort. Nuk e di se që ndodhi në fund, por që me të vërtet është për të ardhur keq sepse lanë pikë dhe ajo që ndodhi dhe ato ai moment negativ që pati që kësaj pjesës fundit të kampionatit reflektoi gjithashtu edhe në fazën e Final Four aty ku nuk duhet ndodhte. Desh me Dinamon. Megjithëse e thonë dhe para folse që Dinamo mori dhe një bonus pozitiv me fitimin e kupës dhe ishte pak më i qartë në idetë e saj. Për të kaluar pastaj tek skuadrat e tjera, Dinamo ishte skuadra që themi se arriti objektivin e saj, domethënë që kishte ngjitjen për Final Four dhe gjithashtu të prekte të kapte të kupat e Europës. Gjithashtu duke përfituar nga gabimet e Partizanit, themi vërtetën, se Partizani ka pas një moment i cili që filloi skuadra duke të pasur oscilacione dhe normalisht Dinamo mori terrenin e saj. Kurse përsa i përket Vllaznisë, nuk e di, po Vllaznia është skuadër që është për të habitur, sepse nisën gjithmonë, bën një kampionat shumë mirë dhe në fund fare ato e ulin marshin, ose ndoshta mund të jetë diçka sepse po ndodh ka shumë vite që ndodh po e njëjta gjë me Vllazninë. Dhe pak a shumë për mendimin tim them se Vllaznia nuk do ta ketë lehtë këto ndeshje që i kanë ngelur.